Gjatë periudhës së tij në krye të prokurorisë së përgjithshme, zoti Çela ka demonstruar një angazhim të fortë për forcimin e institucioneve të drejtësisë dhe për avancimin e parimeve të ligjshmërisë në vend. Ai ka udhëhequr me përkushtim procese reforma që synojnë efikasitetin, transparencën dhe llogaridhënien e sistemit prokurorial. Pika kryesore të vlerësimit: liderizim dhe vizion institucional. Zoti Çela ka treguar aftësi për të menaxhuar strukturën e komplekse të prokurorisë, duke vendosur prioritete të qarta dhe duke inkurajuar bashkëpunim mes prokurorëve dhe institucioneve të tjera të drejtësisë. Reforma dhe modernizim. Në drejtimin e tij janë ndërmarrë iniciativa për përmirësimin e menaxhimit të rasteve, digitalizimin e procedurave dhe forcimin e kapaciteteve të prokurorëve që ka kontribuar në rritjen e efikasitetit të punës. Përkushtim ndaj sundimit të ligjit. Zoti Çela ka mbështetur një qasje të balancuar duke vendosur një standard të lartë profesional në trajtimin e rasteve pavarësisht presioneve politike apo mediatike. Transparencë dhe llogaridhënie. Ka nxitur komunikim të qartë dhe publik të rezultateve të prokurorisë, duke rritur besimin e publikut në institucionin që ai drejton. Angazhimi i profesionistëve. Si kryeprokuror, zoti Çela ka promovuar trajtimin dhe avancimin e stafit duke vënë theksin në profesionalizmi dhe integriteti. Zoti Çela ka treguar një qasje të qëndrueshme dhe strategjike në drejtimin e prokurorisë së përgjithshme, duke angazhuar për përforcimin e studimit të ligjit dhe modernizimin e institucioneve. Vlerësimi i tij është pozitiv për performancën, vizionin dhe ndikimin institucional në drejtësi me një fokus të qartë mbi profesionalizmin dhe integritetin. Gjatë mandatit të